Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve. Kosova më në fund ka një ligj i cili është lavdëruar nga të gjithë, por si duket problemet, sikurse zakonisht, po gjenden në zbatimin e ligjit. Ky ligj ka krijuar mekanizma të mirë institucional, por të cilët deri më tash nuk janë efikas dhe nuk janë efektiv për zbatimin e këtij ligji. Për diskutuar për sfidat e sinjalizimit dhe mbrojtjes së sinjalizuesve, sonte mysafir të mi në studio janë zonja Flutra Kusari, këshilltare në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias. Mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Është zotëri Blerim Kelmendi, drejtor i Departamentit për Parandalimin e Korrupsionit në Agjencinë kundër Korrupsionit. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Është zotëri Agim Billaku, ushtrues i detyrës së kryeinspektorit të Inspektoratit Punës. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej. Dhe është kolegu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, hulumtuesi i lartë, zotëri Gzim Shala. Mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Urime ditëlindjen. Faleminderit. Dhe me ne sonte janë si zakonisht edhe studentët, të cilët gjatë emisionit do të kenë mundësi që të parashtrojnë pyetje për temën cilën sonte e kemi. Mirë se keni ardhur. Shikues nderuar, para se të fillojmë me debatin në studio, ju ftoj që të ndisni një storje e cila na flet për ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, për mekanizmat që ka krijuar, po ashtu na flet edhe një zyrtare përgjithëse për sinjalizim, e cila në fakt në përmbajtjen që do ta shihni intervistën, në një farë forme vetë sinjalizon për kushtet dhe gjithatë që po ndodh me ushtrimin e kësaj përgjegjësie të re. Ta ndjekim storjen dhe kthehemi në studio. Në vitin 2019, Kosova është pasuruar me ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, duke ndërtuar një sistem të raportimit apo sinjalizimit të shkeljeve në institucionet publike apo private. Sipas ligjit, secili sinjalizues ka në dispozicion 3 lloje të sinjalizimit: sinjalizimi i brendshëm që bëhet tek punëdhënësit, sinjalizimi i jashtëm që bëhet tek autoriteti kompetent, për institucionet publike tek Agjencia kundër Korrupsionit, ndërsa për bizneset private tek Inspektorati i Punës, dhe sinjalizimi publik që mund të bëhet përmes medjave, organizatave jo qeveritare dhe përmes internetit. Sa i përket sinjalizimit të brendshëm, punëdhënësi publik i cili ka më shumë se 15 të punësuar dhe punëdhënësi privat i cili ka më shumë se 50 të punësuar janë të obliguar që të caktojnë zyrtarin përgjegjës për rastet e sinjalizuesve. Pas sinjalizimit të brendshëm apo të jashtëm, sinjalizuesi njoftohet lidhur me rrjedhën e rastit për të cilin ai ka sinjalizuar. Kushtet e punës për personat përgjegjës të caktuar për rastet e sinjalizimit nuk janë të përshtatshme, edhe pse legjislacioni e kërkon një gjë të tillë. Shumë prej këtyre zyrtarëve punojnë në zyra ku qasja e sinjalizuesve është e vështirë për shkak të kamerave dhe prezencës së shumë personave, të cilët mund të mësojnë për rastet e tyre. Ndërsa prej hyrjes në fuqi të ligjit në dhjetor 2018, ende nuk ka pasur trajnime për personat e caktuar për sinjalizim. Mirlinda Maliqi Vatovci është zyrtare për barazi gjinore, mundësi të barabarta dhe të drejta të njeriut në shërbimin spitalor dhe klinik universitar të Kosovës. Ajo është caktuar edhe zyrtare përgjegjëse për rastet e sinjalizimit në këtë institucion, i cili ka rreth 4.000 të punësuar. Sfidat në zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve sipas saj janë të shumta. Edhe pse kam kërku mu trajnu, do më thoni kom shkruaj mail zyrtar dhe Agjencisë kundër Korrupsionit, nuk kemi pas një trajnim adekuat për pozitën që na e kemi dhe për punën që na e bojmë. Mirë po mundohemi do më thonë në kuadër të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Do më thonë gjitha detyrat mundohemi mi përmbush të i lexu nenet e ligjeve, deri ku moj, deri ku s'moj. Mirë po njerëzit, diçka mu po mduket ose stafi kanë fillu ka mu vedisu në këtë drejtim. Po takimet nuk mbahen do më thonë në zyre, po zakonisht mbahen jashtë zyrës. Ka edhe në zyre që mbahen, po zakonisht ata që janë sinjalizues të hapur. Edhe do më thonë mbahen jashtë zyrës se ku e di e ka një farë besimi se këtu ka kamera, do më thonë prej katit parë deri në katin e dytë, dojnë me qenë normal gjithmonë konfidencial, pasi që një gjatë tilla dhe ligji për sinjalizuesja u ka mundësu sinjalizuesve. Punë këtu në zyre me një kolege, jemi bashkë do me thonë,
S'po di, nuk është që s'janë është ta kushtet e përshtatshme, kemi bisedu dhe me menaxhmentin për me pas një zyre tjetër, ma të përshtatshme, mirë po s'ke dhe kjo situata me pandemin e ka bo dvetë njoj reorganizimi reporteve, i klinikave, i këtyne, po besoj që s'shpejti ka me pas dhe një zyre, ka me mujtë mi trajtu, do me thonë mrena zyrës, sinjalizus, rastet e sinjalizuzve. Nësë është sinjalizusi i hapur, vjen pa kur farë problemi, mirë po dhe kolegja gjithmonë ka shprej mirë kuptim. Për shambull, sinqerisht ka dalë prej zyrës edhe ka mbet shambullon vetëm me sinjalizusin. Pavarësisht që kur ka qenë i hapur, do me thonë nuk e ka pas fort dert, qysh me thonë, është me emër a me mbi emër. Mirë po këta që janë do me thonë konfidencial, këta du të me dalë jashtë mi taku. Kur dojnë me qenë jo sinjalizus të hapur, po dojnë me qenë konfidencial, që qysh e parashe edhe ligje, nuk dojnë me arë këto, shkaku normali kamerave, që prap peceki është prej poshti deri në altë. Mirë po edhe problematik shumë e madhe është me thonë drejtën betem, që kjo është si detyrë shtesë. Nuk është do me thonë detyrë taman që e kitë përshkrume me kontratë. Vitin e kaluar betem i kom pas 136 raste, që unë i kom përcaktu që kanë qenë sinjalizime. Do me thonë bazë të asaj që unë e kom ditë të e lezu ligjen. Këtë vetë nuk është që s'ka pas shumë, po e kom pas, mëj me thonë, pak ma letë, se do me thonë direkt që në zgjedhë me menaxhmentin. Ato që s'kanë qenë për menaxhment, kanë shku do me thonë në vendet adekuate, ku da është me shku. Pra, ka raste cilat janë zgjidhë për me sinjalizimit? Po. A ka raste që kanë shku në hetuesi, tutje, Po. Dyshime për korupcion ose diçka tjetër? Po. Zyrtarja përgjithëse për sinjalizim ka një kërkesë elementare për ta ushtruar detyrën e saj me përgjithësi. Me të thonë drejtën, mas pari një trajnim adekuat. Taman trajnim adekuat, se sa do që është fleton ligjin, sa do që e këshu ligjin, është krejt tjetër, kur ti taman e ki trajnimin, taman je trajnume për që ato. Ti mundohë shamull me mishe me shpirt, mës mi këshyr, as oraret e punës taman derin sa e ki, me dalë, mu taku me sinjalizusin, me bos zgjedhje. Mirë po, nësë është trajnimi taman, edhe sinqerisht e parashedhat, orarin e punës edhe krejt, se zja po më kuptan që të është problematika. Ty faktikisht e ki vendim shtes, e ki vendim si pun shtes e ki, mirë po aty nuk cekët as orari punës as kur gjo. E këto jonë kogja të ronda, dhe me thonë kogja një problem që sinqerisht do të mu trajtu pak ma me seriozitet për institucioneve përkatëse, për mendimin tem. A je sfidu, a ke pasë edhe në një farë forme kanosje, kërcnime? Po i nuk është që s'kom pas, po kështu direkt fizikisht me thonë diçka ju. Selamet kanë qua? Selame po që. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë kundër korrupsionit, rezulton se zyrtarin përgjegjës deri më tani e kanë caktuar 182 institucione, përfshi 6 ministri të cilat janë bashkuar me ministri të tjera, pra gjithsej janë 188 persona përgjegjës. Agjencia deri më tani ka iniciuar 23 kundërvajtje për caktim të zyrtarit përgjegjës pas afatit të parapar ligjor. Gjatë vitit 2021, kjo agjenci ka pranuar 9 raste të sinjalizimit. Prej tyre 6 raste kanë përfunduar duke u mbyllur ose duke pushuar procedurën e sinjalizimit të jashtëm, ndërsa 3 raste janë mbartur në vitin 2022. Prej këtyre rasteve, një rast është përcjell si kundërvajtje për shkak të mospërmbushjes së obligimeve sipas ligjit, një rast është informat për prokurori, ndërsa një rast është akoma në procedurë në agjenci. Ndërkaq, institucioni përgjegjës për sektorin privat, Inspektorati i Punës, kanë deklaruar se nuk kanë të dhëna se sa biznese kanë më shumë se 50 të punësuar, të cilët kanë obligim të caktojnë personin përgjegjës për sinjalizim. Po ashtu, prej hyrjes në fuqi të dispozitave të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve për sektorin privat, në dhjetor 2019, Inspektorati i Punës ende nuk ka pranuar asnjë informacion prej bizneseve për angazhimin e personave përgjegjës për sinjalizim. Në këtë drejtim, Inspektorati i Punës nuk ka shqiptuar ende asnjë gjobë ndaj ndonjë institucioni privat për mos përmbushje të këtij obligimi. Sipas hulumtimit të emisionit Tempus, rezulton se në Kosovë janë 680 biznese që kanë mbi 50 punëtor. Për të vërtetuar se sa prej tyre kanë caktuar zyrtar përgjegjës për sinjalizim, Tempus ju ka dërguar kërkesa mbi 250 bizneseve. Prej tyre ka pranuar 20 përgjigje,
ku vetëm 10 biznese kanë deklaruar se e kanë caktuar personin përgjegjës për sinjalizim. Atëherë po filloj me juve, zonja Kusari, e di që keni qenë avokuse dhe kontribuse shumë e madhe në krejt temën e sinjalizuesve në Kosovë, sidomos në procesin e hartimit të ligjit. Për një me është një ligj i cili është lavdëru jo veç këtu, po edhe në Amerikë, kur e kam bërë një dokumentar, është vlerësuar si një prej ligjeve më të avancuara për sinjalizim dhe mbrojtje të sinjalizuesve. Po rrjedha tutje dhe zbatimin në praktik, e sidomos kjo që e po mësonte, çka thot për juve? Mas pari të ligji arsyeja pse kemi ligj dhe rregullore të mirë është për shkak se ka pas vullnet politik për të dyjat. Fillimisht prej ish-ministrit Abelar Tahiri, i cili me pak shtyrje nga zyra Bashkimit Evropian e filloi procesin, edhe që nga fillimi e mbajti një proces shumë të hapur, ku na la mundësinë gjithë neve, ishte edhe gëzimi, edhe blerimi, që me kontribu në ligj. Bile ka pas situata ku kemi negociu, me thonë ashtu kushtimisht për nene. Na kërkonim sa më shumë me ligj dhe i kemi marrë krejt ato që i kemi kërku. Po ashtu, merita për rregulloren, për trajtimin e rasteve, i ka ministrja Albinela Haxhiu, e cila po ashtu na ka përfshirë të gjithëve, na ka jap mundësinë që me bashkëpunu, dhe rezultati është që e kemi ligjin dhe rregulloren shumë të mira. Kjo s'është risi në Kosovë, për shkak se na kemi kryesisht ligje të mira, po ajo që është problem është zbatimi në praktik. Do të flasim me siguri më shumë për detaje, po ndoshta në fillim veç me e komentu prezantimin ose intervistën që e patëm prej zonjës Mirlinda. E merr shumë mirë mas pari që një shërbyese civile, po besoj që kategorizohet si shërbyese civile, ka pranuar me jap intervistë, me fol për këtë temë, edhe me ndaj ato probleme që i has ajo në praktik. Unë si kom dëgju ma herët prej dikujt tjetër, dhe ajo çfarë kërkon të zonja ishin kushtet bazike, pra një trajnim, se si me u marrë me këto raste, mja siguru një zyre ku truhet konfidencialiteti, sepse në fundit mbrojtja donave personale, konfidencialiteti që janë tema shumë sensitive, për kthehen atë se a ki zyre ku mundesh me marrë takimet vetëm apo jo. Dhe çështja tjetër që më bën një përshtypje prej intervistës ke pasioni i zonës Mirlinda me u marrë me temën. E kuptova që e kish analizu ligjin edhe që e kish kuptu mirë dhe që goxha shumë mundohet që me i trajtu ato raste. Kjo t'jep një farë optimizmi që ligji mund të zbatohet, po në fundit kthehet tek vullneti politik. Dhe ligji mundet me u zbatu vetëm nëse ka vullnet politik. E vullneti politik përkthehet në buxhet. Do të diskutojmë ndoshta më vonë me kuptu sa buxhet ka ndarë kjo qeveri që ky ligj me u zbatu në praktik. E qartë shumë. Zotri Kelmendi, i dëgjum të gjitha ato që na i tha zonja Maliqi Vatovci dhe këto që i përmbledhi flutra, po e nisi me këtë pyetje, sa ka pas vullnet politik që të kemi zbatim të këtij ligji, të cilin në letër po e lavdërojmë shumë? Po sa i përket vullnetit politik, ajo çështje tash mundet më diskutuar në aspekte të ndryshme. Unë kisha folur më shumë në aspektin praktik dhe perspektivën që shohim na si agjenci kundër korrupsionit, zbatimin e këtij ligji në praktik. Ky ligj e mbulon sektorin publik edhe sektorin privat sa i përket sinjalizimit. Po ashtu i përcakton kanalet cilat janë të parapame ku mund të sinjalizohet. Është sinjalizimi i brendshëm që bëhet brenda institucioneve, pastaj sinjalizimi i jashtëm që bëhet në agjenci kundër korrupsionit ose të inspektoratit i punës, se dhe shpalosja që bëhet për publikun përmes mediave dhe formave të ndryshme të komunikimit. Unë e shoh më shumë aspektin e zbatimit të ligjit në praktik si çështje që është lidhur me besimin. Njerëz cilët thirrën ose inkurajohen me sinjalizu sa kanë besim ata. Sinjalizimi në rand parë kuptoj ose nënkuptoj si çështje e besimit të njëri tjetri. Në rast se institucionet publike, të sektorit publik, për arsye, po flas më shumë për sektorin publik, për arsye se jam më kompetent. Në rast se caktojnë zyrtar përgjithës, cilët njerëz që thirrën për me sinjalizu nuk i besojnë për arsye të ndryshme, atëherë nuk ka të bëjë me vullnet politik. Në këtë rast drejt për drejt, është çështje e besimit tëne.
në raport me zyrtarin përgjithës që është caktu. Po, analmi të kjo pjesa, nëse mëj me shpjegu në është që pjesën e vullnetit politik që vëse ngriti flutra, të përkrahja për krijimin e kushteve adekuate për personat përgjithës që kanë me ushtru që të përgjithësi të pranimit të rasteve të sinjalizuzve. Pra, pënalimi të që kjo e masanej, mënyra që shenë zgjedh këta është tim që përbesej këna me diskutu, sepse një pjesë të tyre po kontestohen që jenë vartësit ata që në një farë forme edhe po jenë disa për tyre servilte aty në shefave në institucionet të caktune, që në fakt për një me nuk reflektojnë ai besueshmëri edhe s'shkon kërkush me raportu. Analimi një herë të kushtet edhe të trajnimi i kësaj pjese të stafit që e pam një zyrtare për shembull që edhe ka kërku edhe kërkon sot, edhe ligjin po dënë me zbatu me vullnetin më të madh. Mirë po ajo dënë me pas një huri për me ushtru këtë përgjithësi, sepse s'është juriste. Po, ju qosa problemit fillimisht për me zyrtarit përgjithës, se gjithë shka ka fillu me zyrtarin përgjithës. Saktimin e zyrtarit përgjithës, pas taj vinë shprehje sa është person i besueshëm për mrena, sa është kompetent, profesional, me integritet, e disa cilësi tjera që me bu njerëzit për me sinjalizu taj. Pastaj kushtet e punës, edhe kjo jo padashje ndë lidha me vullnetin politik. Nuk janë gjitha rastet që janë caktuar zyrtar përgjithës, që janë personat pa besueshëm ose të lidhë me udhëhecjen e institucionet e tjera. Po është çështja tash këtu lidhet që ajo të besimit, të pas parasysh se këtu ligjet për mbrojtjen e sinjalizuesve edhe në vende tjera që kanë pas probleme që janë konsideru jo demokratike, për shembull sistemet caktuara juridike jo demokratike, kanë problemin e njëjtë, çështjen e besimit. Pastaj vullneti politik ndoshta mundet mu manifestu edhe në këto kanë kriju kushte për zyrtarët përgjithës për mi kry detyrat e tyre. Edhe zyrtarët përgjithës janë të përgatitun për me i zotnu detyrat që u përcakton ky ligj. Jo në gjitha rastet, zyrtari përgjithës që është i caktuar është me përgatitje shkollore fillimisht adekuate që mundet me zbatu detyrat që i ka përcaktuar ky ligj. Zyrtari përgjithës sipas këtij ligji është i obliguar me njek nimëri të rregullave dhe të procedurave që i përcakton edhe ligji, po edhe rregulloria si është nxirr nga ana e Ministrisë Drejtësisë për sektorin publik. Tash, jo gjithmonë zyrtari përgjithës është kompetent në aspektin profesional që ta zotnoj procedurën. Analemi qëtu veç pak zoti Kelmendi, të përgjithësia të cilën e ka pas edhe e ka Agjencia kundër korrupsion. Fillimisht në ligj keni përgjithësi si institucion që të monitoroni edhe në fakt të ndëshkoni të gjitha ato institucionet cilat se kanë përmbush obligimin ligjor për me caktu personin përgjithës për sinjalizim. A i kanë përmbush këto obligime krejt institucionet dhe në rastet cilat nuk i kanë përmbush, a ka pas inicim të procedurave pra për kundërvajtje. Edhe sa jeni vonu me këtë proces, sepse ju kemi monitoru në vazhdimësisë edhe kemi pa që për një maj nivonë. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve ka hyrë në fuqi në janar të vitit 2019. Edhe është si kompetencë shtesë për Agjencinë kundër korrupsionit fillimisht ka qenë kompetencë shtesë. Edhe pse na kem qenë, si me thonë, të para përgatit si komu përcaktu si kompetencë shtesë për Agjencinë, prap është nimëri i përgatitjeve që duhet të ndërmarrë secili institucion kur japën kompetenca të reja. Fillimisht është çështja e buxhetit, pastaj krijimi i strukturës të brendshme në kuadër strukturës organizative të institucionit për me mujt me zbatu këto detyra. Pastaj është caktimi personave përgjithës, pastaj është përgatitja të në personave përgjithës që janë thirrur për me zbatu kompetencat e reja në këtë rast të cilat i ka përcaktuar ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Fillimisht e ceka këto për arsye se na si Agjenci kundër korrupsionit ka vit fillimisht me përgatit veten për me mujt me zbatu detyrat cilat na ka përcaktuar ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Detyra kryesore ose si ndërma kryesorët që i bijnë mandat agjencisë me këtë ligj është trajtimi i sinjalizimit jashtëm, pranimi i raporteve prej gjitha institucioneve të sektorit publik, sektorit privat edhe rregullatorëve, edhe publikimi i këtij raporti mbrana afateve caktuar me kohë se i ka përcaktuar ligji, edhe një detyrë kryesore është inicimi i procedurave kundërvajtëse për sektorin publik. Tash, na fillimisht në momentin kur ka hyrë në fuqi ligji, e ceka ka vit me përgatit veten për me i zotnu këto kompetenca të reja, pastaj ka vit me punu me institucione publike. Edhe pse ka përcaktuar që institucionet publike duhet me përcaktuar mbrana afatit kohor
zyrtarin përgjec, ato nuk kanë ndërmarrë veprime tilla, edhe na i kem parapri edhe në këtë aspekt, kem kontaktu me udhëhes të institucioneve sektorit publik, kem arrit me identifiku 188 institucione në atë kohë, po flas për vitin 2019, me u shkrujt email se cilit prej tëne individual, edhe me kërku prej tëne me caktu zyrtarin përgjec. Një pjesë e madhe tëne kanë arrit që mrena fatit kohor që është përcakton ligji me e caktu zyrtarin përgjec. Në 23 raste kanë dështu me caktu mrena fatit kohor, edhe i kemi nicu 23 që ato që u prezentun, 23 kundërvajtje. E kem edhe feedbackun prej gjykatave, shumica tëne do me thonë kanë vazhdu në vitet vijuse, edhe është vendos për se cilën për tëne në rastet veçanta. A janë trajnu zyrtarët për sinjalizim? Soj përket trajnimit, fillimisht në vitin 2019 i kem bajt 2 takime, ato kanë qenë me iniciativë të agjencisë, na ka përkra një projekt i Këshillit Evropës, se cilin na mbështet qëso vite si agjenci. I kem organizu 2 takime me zyrtarët përgjec të institucionëve sektorit publik, cilët i kem identifiku si qësh me thonë atë kuptimin, ma të rëndësishëm për me fillu ose me startu zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuzve. I kem pas ato, jo, trajnime deri tash nuk e mbajt. Me përjashtim ato 2 takime, viti 2020 pastaj ka vazhdu me problemet e pandemis, 2021 edhe jem vitin 2022. Kam punu shumë platformat online, besej kanë mujtë më majtë shumë trajnime. Patjetër. Mirë, po detyrim që sështë përmbushe, po besej se do të flasim. Zoti Millaku, ju jeni së fundit tash ushtrus detyre i kryeinspektorit në inspektoratin e punës, në institucion që ka përgjegjësi shumë të madhe, sepse e mbulon në kuadër të ligji sektorin privat. Si që pa me dhe në storje prej danave që i kemi siguru nga ju, deri tash nuk ka asnjë biznes që juve ju ka raportu se kanë caktu persona përgjec për sinjalizim. Dhe po ashtu nuk ka as iniciativë dorën zemër që shepam, edhe prej inspektoratit që me monitoru këtë pjesë edhe me ju inicu procedura krejt aty në bizneseve cilat i kanë bi 50 punëtor për si kanë caktu zyrtar përgjec. A dëni me këshyr ligjin për mjanis me zbatu, apo ka ko hala? Për në hetë për pyetjen mas pare, ligjin sigurisht që duhet të fillojmë së zbatuari, jemi në proces të një reformimit nga brenda fillimisht, sepse viteve të fundit kemi pas sfida prej ndërimit të kryeinspektorëve një pas një, 3 kryeinspektorë ndru, ashtu që problematika ka qenë orientimi mas pari si institucion brenda për brenda kush çfarë politika dënë me zhvillu si dënë me zhvillu. Mas shumë të nështë inspektoratit i kishim punë kjo ligjë, me sinjalizu gjithë shka atë? Nuk ka dilema që pjesa më e madhe e përgjegjësisë bjen mbi inspektoratin, për arsye se tani për tani kemi dikun 75.000 subjekte të regjistruara, të cilat i mbikëqyrin inspektorati i punës, po me kapacitetet që i kemi edhe njerëzore dhe logjistike është e pamundur të arrijmë të dalim skaj, sepse i kemi vetëm 36 inspektorë në këtë drejtim, kur shohim që inspektorati i punës ka në mbikëqyrjen e vet nimëri ligjeve tjera, edhe proceset që kanë përcjell gjatë kësaj kohe, thjesht nuk kemi pas as kohën, as luksin me kthy orientimin ka kjo, me që nuk kemi pas asë një inicim të një raportimi ose të një sinjalizimit nga kjo fushë. Po, detyrimisht që do t'i kthehemi edhe kësaj, do e fusim edhe këto në pjesën e detyrave të përditshme të inspektoratit të punës, dhe sigurisht që këto 600 subjekte ose 600 e më shumë subjekte që kanë obligim me pas personin përgjegjës, së shpejti do i kërkojmë që këta të përcaktojnë to, edhe të nxjerrin aktet e brendshme si që përcakton ligji për mënyrën e veprimit dhe të procedurave që duhet zhvillojnë për zbatimin e këtij ligji. Gëzim, ju e keni monitoru në vazhdimsi zbatimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve. Në organizatë me gjas ka kohë që keni të caktuar personin i cili është përgjec për sinjalizim, sepse organizata i ka ma shumë se 50 punëtor. Që keni po zbatimin e ligjit dhe nëse mund është më në kallëzu pak prej përvojës në organizatë? Po, në fakt e kemi caktu dhe ne zyrtarin përgjegjës
për trajtimin e rasteve të sinjalizuesve, ashtu siç përcaktohet edhe me ligj për faktin se këto kemi bën ndoshta në momentin e parë kur e kemi arritur atë limitin prej 50 punëtorëve. Në momentin kur e kemi draftu ligjin dhe rregulloren në grup punus, ne kemi draftu në atë mënyrën që në fakt i kemi pas parasysh edhe këto specifikat e institucioneve, se ky ligj ka mos zbatu në këto institucione që ndoshta nuk kanë me ditë, nuk kanë me pas parasysh, mirë po kjo ka ndodhur për aq sa na kena mujt dhe për aq sa na kena pas mundësi me paramendu se si ka mos zbatu ky ligj. Prap do të thotë kjo mungesa e vullnetit shpërfaqet në shumë institucione dhe këto do të thotë po e bazoj si prej hulumtimeve që i gjenerojmë na si IKD, po ashtu edhe palëve të ndryshme në kuadër të komponentës të qendrës për ndihmë juridike të IKD-s. Janë dy probleme ndoshta me të cilat ballafaqohen sinjalizuesit. E para është një vedije e përgjithshme se një person i tillë është njëri keq, është shpion. Nëse flasëm për mbrana institucioneve. Ai do thot po raporton, po qet diçka për cilën s'bën me fol për cilën nuk bën me fol, se thot na jena kur thot populli na jena tont, edhe na duhet me mbajt këtu për veten, na i rregullojmë çështjet e brendshme, jashtë saj nuk bën me dalë asgjë. Aspekti i dytë shumë problematik do thot që ndikon tek këta persona është fakti se zyrtar përgjegjës zakonisht caktohen personat e afër me shefin. Edhe nëse aja apo ajo në cilësinë e sinjalizuesit apo sinjalizuesës e ka një pakënaqësi caktuar edhe e raporton ato, automatikisht e din se kjo ka më shku në vesh punëdhënësit, shefit të vetë, edhe normalisht se ka me hezitu me bëni sinjalizim caktum. Edhe kjo është definitivisht shumë problematike. Sa i përket aspekteve të tjera të ligjit, raporti i IKD-s i kishte gjetë pikërisht 23 institucione të cilat nuk e kanë caktuar zyrtarin përgjegjës brenda afatit për caktuar me ligj dhe rekomandimi ka qenë që të iniciohet procedura kundër vojtës, edhe më vjen mirë sot kur të shoh që ka veprime konkrete nga ana e Agjencisë kundër korrupsion. Mirë po, janë edhe disa çështje tjera përpos caktimit të zyrtarit përgjegjës që është një kërkesë elementare. Është për shembull njoftimi i punëtorëve, i zyrtarëve për mënyrën se si bëhet sinjalizimi. Për shembull, këto ditë patëm një rast ku thashë që nuk na kanë njoftuar se kush është caktuar zyrtar përgjegjës për mbrojtjen e një sinjalizuesi. Po mbojmë shef këta zyrtara? Një përgjigje kemi pas që ka thonë po mbojmë shef që ne ta kryjmë punën mirë. Do thotë kjo ka qenë edhe ç'është me kryj punën mirë kur nuk e ki adresën. Kur raportu, në fakt kjo ka qenë edhe një ndoshta një humor, një tragikomedi e llojet vet, mirë po kështu ka ndodhur, do thotë mos njohurit për këtë ligj kanë shku deri në atë mos kur ka thënë kur i kemi pyetur se a keni caktuar zyrtarin për sinjalizim, ka thonë po në vitin 2012 ose 13 për sinjalizim horizontale dhe vertikale. Do thotë e ka përzit diçka me komunikacion atje. Mirë po, këto ditë e fundit do thotë kush halli i atij zyrtarit që thoshte nuk më ka njoftuar se kush është zyrtar përgjegjës. Halli i tij thoshte se në momentin kur unë pyes se kush është zyrtari përgjegjës, gjithë institucioni e din që unë jam sinjalizues. Edhe që në fakt preket njëna për bazave kruciale të ligjit e që është mbrojtja e konfidencialitetit. Aspekt tjetër është mungesa e trajnimeve cila veç u diskutu. Na mos flasim nështë se na e mbesim brenda komunitetit tonë, sidomos na që kena marrë pjesë në hartimin e ligjit dhe rregullorës që do të kena diskutimin e tillë. Mirë po flasim për institucione që ndoshta nuk e kanë të punësuar as në jurist, apo që ndoshta nuk kanë të bëjnë me çështje juridike që kanë vështirë ta kuptojnë ligjin, hierarkinë e ligjeve, hetimin administrativ, e që nuk rrezikohet që ndoshta hetimi administrativ nuk i përfill procedurat. Rrezikohet në sinjalizim që ndoshta mund me rezultu me zbulimin e një afere shumë të madhe. Do thotë preket thelbi, nuk preket aspekti formal, procedural që ndoshta në të ardhmen edhe mund të riparohet. Kjo përgjithsisht për çështje tjera kena me diskutuar ndërkohë. Kjo përgjithsisht sa i përket sinjalizimit në sektorin publik. Në sinjalizimin në sektorin privat është një katrahur e vërtet. Do thotë aty këto janë dy probleme. E para na nuk e dim se ai kanë caktuar zyrtar përgjegjës. Ai kanë njoftuar punëtorët për këtë mundësi. Çush është klima e zbatimit. Na po flasim për një sektor privat i cili akuzohet në vazhdimsi se nuk po i respekton kërkesat minimale të ligjit të punës.
Edhe problemi kryesor që është diskutu vazhdimisht se pse nuk zbatohet ligji i punës është mungesa e guximit të punëtorëve që me raportu që shefi nuk po ma qetë rrogën. Ose që s'ka kontrot heq. Ose që s'ka kontrot heq, për shkak se e fluturën për pune. E tash na po thojna që kena ndërtu sistem të sinjalizimit sepse ja kena vonë mundësin që ajme sinjalizu. Përderi saj nuk ka guxim me raportu që s'ka kontrot mbi punës, të punës, nuk vije në shprehje guximi i tij me raportu për shkelje, për skandale të një institucionit të caktuar. Dhe për këtë arsye do thotë, ne bazën e ndërtojmë, ne kemi një ligj definitivisht të mirë të përmbrojtjen e sinjalizuesve. Është gjithë përfshirët, është aq i detajuar sa që kur e kemi draftuar rregulloren, kemi thonë kjo është si një farë lloj suporti për zyrtar, se ligji edhe vetveti është i zbatueshëm. Mirë po, na duhet me posë një politik se qysh me lëshu në zbatim sinjalizimin dhe qysh me apo hajrin sinjalizimit. Qysh me nxjerr sepse në instancë të fundit qëllimi i tij është me zbulu afera korruptive, shkelje të llojeve të ndryshme si në sektorin publik, si në sektorin privat. Në këtë 4 orë, veçanërisht në sektorin privat, mund të themi se kemi një listë të mirë të publikuar në gazetë zyrtare, që po flasim për në sektorin privat, nuk e dim a ka lëviz diçka në këtë drejtim ajo. Okej, atë ndalemi pak tash përveç të kjo pjesa e mentalitetit që e preket të gjithë që është problem që me siguri njerëz të halaj paragjykojnë këta zyrtarë cilët janë caktuar këtë pozita si në një farë forme të afërt shefave, si dëfar shpionash e tjera, te plotësimi i këtyre kushteve edhe te informimi i krejt zyrtarëve si në sektorin publik, po ashtu edhe punonjësve në sektorin privat. Për shembull, në këtë qendrën klinike universitare, ku janë rreth 4.000 punësuar, aty kërkush prej punonjësve nuk është i informuar se çfarë mundësish ekzistojnë për sinjalizim në bazë të këtij ligji. Tash na tu e ditë gjithë këtu si akter prej kondit vetë çfarë mundësish të mira ekzistojnë, qysh me vepru që mu informu sa ma shumë, një prej formave është edhe ky emision, që të gjithë ata punonjës në sektorin publik dhe privat me sinjalizu. Qysh mujnë me sinjalizu, a mujnë me shpjegu nështa mas pari përmes flutrës, dhe qysh mbrojtja këtyre sinjalizuzve e edhe personave ta për ju ofruat përmes këtij ligji. Po, tash mas pari sinjalizimi është një prej mënyrave më të mira me luftu korrupsionin. Për shkak se sinjalizimi ja mundson atyve njerëzve që kanë një informacion për një shkelje, një parregullsi e tjera, me ngriç ato fillimisht brenda institucionit, sepse qëllimi i sinjalizimit nuk është me bohor në institucion. Qëllimi i sinjalizimit është që nëse është një problem, me rregulluar problem brenda shtëpisë. Nëse ai problem nuk rregullohet brenda shtëpisë, atëherë do të më shku te KSHI-ja, në këtë rast agjencioni ose inspektorati. E nëse as aty nuk funksionon ose personat që dojnë me sinjalizu nuk ju besojnë institucioneve, atëherë mundesh me dalë dhe me fol publikisht. Pra, është me rëndësi sinjalizimi për shkak se, po thom, kontribon në luftën kundër korrupsionit. Arsyeja pse mbrohen sinjalizues është për shkak se sinjalizues i nënshtrohen, mund të nënshtrohen veprimeve hakmarrëse. Nëse ti je dëshmitar i një vepre penale, ta themi në rrugë ose diku tjetër, gjasa që kanë me pas veprime hakmarrëse ndaj teje janë shumë të vogla. Mirë, por nëse në punë shen një parregullsi, edhe shefi ose mbikëqyrësi e tjera nuk i pëlqen fakti që pedim parregullsinë edhe po don me u anku, atëherë gjasa janë që me të largu prej punës, mos me të ngritën pozitë, mos me t'ja bonuse e tjera. Dhe për çfarë arsye ekziston ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Tash, kjo çështja e implementimit ka të bëjë krye këput me buxhet. Ka të bëjë edhe me vullnet, edhe po më vjen shumë mirë që e kemi inspektoratin sonte për shkak se gjatë kohës së draftimit të ligjit e di Këshilli i Evropës që ka jap një kontribut të jashtëzakonshëm në draftimin e ligjit, ka tentuar jashtëzakonisht shumë herë me pas prezant inspektoratin dhe nuk ka pas interesim me qenë prezant aty. Pra faktin që e kemi na inspektoratin prezant dhe e kemi agjencionin këtu dhe po japin llogari para publikut çka duhet me bëu, se çka është ndërmarr, është hap jashtëzakonisht i mirë në kuptim të implementimit të ligjit. Mirë, po pa buxhet
nuk mundet me u zbatu ky ligj. Prandaj pyetja për Ministrinë e Drejtësisë, dhe e kuptoj që menjëherë tani ka qenë e pamundur me nda buxhet, do të jetë në qershor. Sa është buxheti që do t'i ndaj kjo qeveri agjencionit, sidomos agjencionit për me zbatu këtë ligj. Nëse pas 6 muajve ne nuk kemi me pas buxhet, shtesë, mënyrë që me ushtu kapacitetet njerëzore, mënyrë që zonja Mirlind me u trajnu, atëherë normalisht nuk do të kemi implementim të ligjit. Unë kam shpresë për shkak se deri me tani kemi pa 2 veprime të mira nga ana e Ministrisë Drejtësisë. Një është rregulloria dhe fal draftimit të rregullorës, iniciativa rajonale kundër korrupsionit, RAI, që është prej organizatave shumë kredibile në rajon, e ka vlerësuar ligjin tonë dhe ka vlerësuar që është në pajtim me direktiven e BE-s për mbrojtjen e sinjalizuesve, po kjo ka ndodhur fal rregullorës. Kështu që kjo është një farë indikacioni që ka vullnet, dhe e dyta, më duket vetë ministra, nëse zgaboj, po e di që njerëz nga vetëvendosja kanë bërë thirrje sinjalizuesit që me sinjalizu. Dhe këto 2 hapa kaq të mirë duhet me u mbështet me buxhet. Dhe po them, nëse nuk ka buxhet, mas 6 muaje, atëherë duhet kemi frikë që ky ligj nuk do të zbatohet në praktikë. Edhe një element i rëndësishëm këtu, nëse dikush dën me sinjalizu, praktikisht, çush ka më mbrojt? Atëherë, hapi fillestar është institucioni me i tregu punëtorëve të vet ku me sinjalizu, kush është personi zyrtare, ata duhet me majtë më sheftën? Edhe egzimi, nuk duhet me majtë më sheft, unë me qenë se jam aktive në këtë fushë, shumë shpesh, marrë pyetje për njerëz që punojnë në institucione edhe publike edhe private, thonë ku me sinjalizu. Kjo nuk kupton që si kanë informuar, kështu që hapi i parë është me dërgu një email që të gjithë dhe me thonë filan Fisteku është personi përgjegjës. Është e vërtet që në disa institucione dhe është raportu në media, kemi pas njerëz që jënë caktun këtë pozitë që jënë të afërt me partitë politike. E mira e asaj është që këta njerëz jënë raportu publikisht, institucione tjera shumë po kanë kujdes tash, kom për vendosin se po dihet që raportohet. Dhe faza tjetër është që dhe mira e kësaj procedure është që mund t'i dorëzosh me shkrim sinjalizime, dhe këshilla e me gjithmonë është ti dorëzoj me shkrim e sinjalizimet. Ma pak me folje, ma shumë me shkru. Po, zakonisht e na është kulturë e Ballkanit që kena qef shumë me fol, edhe kur vje puna me shkru qalojmë, nëse i shkru në shumë ma letë me mbrojt rastin tonë. Dhe pastaj me kërku llogari. Rregulloria i obligon zyrtar që m'ja konfirmu që që ka sinjalizu, me informu rregullisht për hetime deri në fazën e fundit. Në qoftë se nuk funksionon brenda institucionit, është AKK dhe inspektorati dhe i ftoj gjithë ata njerëz që me ju drejtu institucioneve. E unë besoj që ka arsye me ju besu institucioneve. Po nëse ka njerëz që kanë arsye të mira mos mu ju besu, ose kanë përvojë personale jo të mirë, ose arsye të tjera, duhet me dalë dhe me fol publikisht. Mirë po, me fol publikisht duhet me qenë e hapi i fundit, sepse pasojat për sinjalizues janë jashtëzakonisht të mëdha edhe jashtëzakonisht serioze. Jo vetëm për persona që sinjalizojnë, por shpeshherë edhe për anëtarët e familjes. Plus shtoja këtu që na jetojmë në një shoqëni ku nuk e kuptojmë dhe nuk duam ta pranojmë sinjalizimin. Edhe s'po du me gjatë, më lejo ta shtë edhe një element. Në sinjalizim, edhe me ligjin tonë, edhe me direktiven e BE-s, motivi i sinjalizimit nuk është me rëndësi. Pra nëse unë e punoj në institucion publik ose privat dhe du me tregu që është një paregullësi, ka mundësi që unë e tregoj për atë paregullësi si akominatin shefit, ose du me abo prinati kolegut. Nuk është me rëndësi në sinjalizim. Në sinjalizim është me rëndësi kualiteti i informacionit. Pra apo e informon publikun ose mbikëqyrësin për një paregullësi. Dhe ne e kemi pa për fat keq në rastin më të madh të sinjalizimit në Kosovë, që unë e di që është ish prokurorit Elez Blakaj, që shoqënia jo nuk është marrë me kualitetin e informacionit. Ish prokurori ka tregu që politika ka ndërhy në punën e tij. Dhe kjo është konfirmu pastaj edhe me letrën që e ka publiku vetë ish kryeministri Haradinaj, pra që ka ndërhy. Dhe ne nuk jemi marrë me atë informacion, çfarë guximi ka pas ai person me dalë publikisht, ne jemi marrë me motivet. A ka dosh me shku në Amerikë, po pse ka fol, nështë ka dosh me përfitu e tjera, hisë që në me rëndësi ato. Po e përmbyllim me thonë që sot kemi ligj, edhe kemi një farë kornize institucionale dhe ligjore që na mundson sinjalizimin, krejt që ka duhet është vullnet politik i shprehur përmes buxhetit.
Zoti Kelmendi, një prej temave që është ngritë edhe në raport me AKK-n ka të bëj pikërisht me këtë që e diskutum, që personat përgjegjës për sinjalizim të bëhen publik. As Agjencia kundër korrupsionit nuk i ka bëu publik me lloj-lloj arsyetime. Cila është arsyeja që këta persona, nështë edhe në faqe zyrtare të institucioneve, po nështë edhe mbranda një faqe në agjensi, nuk bëhen publik edhe me ditë se cili që dënë me sinjalizu të kush mu drejtu. Po, sa i përket publikimit të zyrtarëve përgjegjës nga ana e institucioneve, tash kjo është te kaluar për arsye se me rregulloren e kem përcaktuar se secili institucion ka obligim në momentin kur e cakton zyrtarin përgjegjës me publikum në faqen e vetë. Në të kalumen, ligji nuk e ka përcaktuar qartë aspektin e publikimit. Edhe me qenë se ne në atë kohë kem konsideru si punojnës të institucioneve tjera, emri mbi emri, dhonat e tyre, kontaktet e tjera, i kem konsideru edhe i kem trajtu edhe me agjencinë për privatësi, kem pas një përgjigje për i tëne që kalon mandat se cilët institucion ta bëj publik emrin e tëne edhe të njoftoj stafin kush është zyrtari përgjegjës. Kjo ka qenë arsyeja për Agjencinë kundër korrupsion, pse nuk i kem publikuar ose nuk i kem shpërndar me tjerë deri në momentin kur është adresuar me rregullore. Tash me rregullore është e përcaktuar dhe e kem edhe një komunikim me Agjencinë e Privatësisë prap, në momentin kur ka ndru udhëhecia edhe në atë institucion, edhe përgjigja tjetër tash është që ajo nuk konsiderohet që prek çështjet e privatësisë ose diçka tjetër të atyne, edhe mundet mu publiku, mundet mu shpërnda, edhe na e kem shpërnda me personat cilët kanë pas interes edhe ja kem vënë dispozicion. Apo konsideroni për shembull edhe një hapësirë në faqen e juaj që mi qit krejt personat përgjegjës? E kem në konsiderat, tash po besoj edhe me qenë se edhe udhëhecia e Agjencisë kundër korrupsionit është ndryshu, qasja e udhëhecit të ri të institucionit është për më shumë transparencë, llogaridhënie, kthim besimit në Agjencinë kundër korrupsion. Në këtë drejtim po besoj që ka mu kriju një hapësinë e re në faqen e agjencisë ku kanë mu publiku kjo listë me këta emra dhe ka mu mirëbajt me dhënat e përditësuara. Për arsye se kjo listë duhet me pas parasysh nuk është statike. Të pas parasysh që janë diku 182 institucionet në sektorin publik që i kanë caktuar këta zyrtarë përgjegjës për arsyet ndryshme të cilat ne vijmë dieni përmes tyne, ata vazhdimisht të ndrohen. Caktohen persona caktuar, pas një periudhe ndrohet, vjen një personi tjetër, edhe është listë dinamike, nuk është statike, edhe kjo ka ndikuar që mos me publiku në atë kohë njëna për arsyeve ka qenë edhe kjo se është dinamike. Po ndalemi të komponenta më e rëndësishme që u ngret disa herë prej fluturës, buxheti. Në kuadër të mandatit të agjencisë, a keni marrë buxhet shtesju për këtë komponentë të re të obligimeve që e keni në kuadër të ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve? Sa i përket buxhetit, nuk jam shumë i thirrur me fol për buxhetin e Agjencisë kundër korrupsionit, po sidoqoftë, në momentin kur ka hi ky ligj në fuqi, është bën vlerësim i nevojave për zbatimin e çtyne detyrave të reja. Edhe në atë kohë, domethënë, është vlerësuar që në kuadër të agjencisë me funksionu një divizion brenda një strukture ekzistuese, një divizion me një zyrtar i cili ka me trajtu rastet e sinjalizimit jashtëm, po ashtu është caktuar në kuadër të një njësisë tjetër në kuadër të agjencisë, zyrtari përgjegjës për sinjalizim të brendshëm. Domethënë janë 3 persona cilët trajtojnë sinjalizimin e jashtëm dhe sinjalizimin e brendshëm. Tash të pas parasysh se fluksi i rasteve të sinjalizimit jashtëm, mu i referu do dhënave për raportave për 2019, për shembull vitin 2019 kem pas 3 raste. 2020 5 raste janë paraqit sinjalizimi jashtëm, në vitin 2021 9 raste. Tash në 2022 veç, domethënë mrena mujit dytë është një rast i raportuar. Po besoj se ka me pas nevojë të po edhe trendin edhe në për institucione, se na i kem pranu edhe se vjetë raportet për institucionet sektorit publik, trendi i sinjalizimit është në rritje në krahasim me vitet paraprake. Edhe në këtë drejtim për shembull për raporteve të institucioneve, kanë qenë 2 raste në 2019, të raportume në 2020 janë ato që i përmendi kolegja prej QKK-s 136 plus 10 raste tjera prej institucioneve tjera të sektorit publik,
në vitin 2021 janë 34 raste, kështu që po besoj që këto rastet e sinjalizimit brendshëm kanë me reflektu edhe në nevoja për kapacitete shtesë në kuadër të agjencisë edhe masanena duhet me rishiku. Ky obligimi ligjor zoti Kelmendi që qytetarët e Kosovës, në këtë rast edhe zyrtar publik, edhe punonjësit të sektorin privat, që t'informohen kur do të përmbushet në këtë rast, çfarë veprimesh ka ndërmarrë dhe do të ndërmerr agjencia që secili prej këtyre zyrtarëve me post qartë që ekziston një ligj që ja u mundson sinjalizimin dhe që për sinjalizim kanë mu mbrojt dhe s'ka mu hakmar kërkush në raport me ta sepse ligji i mbron. Po, i përket Agjencisë kundër korrupsionit, po besoj na kemi ndërmarrë veprime edhe në këtë drejtim që mi nxit fillimisht e ceka udhëhes institucione me caktu zyrtarin përgjithës, pastaj e kem përgatit një udhëzues për mbrojtjen e sinjalizuesve bashkë theksoj prapë me projektin e Këshillit të Evropës që është përgatit edhe me shpërnda të gjithë njerëzit që punojnë në sektorin publik, për arsye se prapër i theksoj jem të fokusuar të sektorit publik, është shpërndaj udhëzues. Pastaj kem bu përpjekje përmes zyrtarëve përgjithës që me njoftu stafin e tëne, me publiku emnin e tëne pas hyrjes fuqit rregullores, kem kërku prej zyrtarëve përgjithës që në bashkëpunim me udhëhesat e institucioneve, me gjetë hapësinën ve faqet tëne ose fizikisht në për objektet e tëne, me publiku emnin e tina dhe një udhëzues shkurt çfarë do qoftaj me shpërndate njerëz që punojnë për këto institucione. Ka lëvizjen këtë drejtim, kanë bo zyrtarët përgjithës, kanë njoftu udhëhes të institucioneve tash variant për arsye se nuk mujnë me marë si shablon e kanë njoftu ose se kanë njoftu variant, nuk është bo diçka në këtë drejtim. Aspektet e trajnimit kem punu me Institutin për Administratë Publike, sidomos për këtë aspektin që i mbulon trajnimin e zyrtarëve publik të caktuar, pritet më bëni kurrikuli, janë të përgatit trajner për trajner, cilët kanë me kontribu në këtë drejtim edhe na kemi vlerësu në atë kohë, po besoj tash muj me marrë në rishqyrtim prapë që agjencia më konë ma e angazhume dhe në aspekt të ofrimit trajnimeve të veçanta jashtë i kapit, me qoftë me zyrtarët komunave, institucioneve, për shembull ndërmarrje publike, nivele qendrore tjera. Po besoj si keme pas hapësinë këtë drejtim edhe... Po, vesh një pyetje desha mja bo të shkurt. Zoti Kelmendi, a mundet edhe një obligim, për shembull në këtë rast në drejtim të informimit mu përmbush, që secilit për këtyre zyrtarëve që po supozoj që duhet me pas email adresa të këtyre institucioneve, mja u dërgu ligjin edhe një komentar të ligjit me shpjegime se qysh mundson sinjalizim edhe qysh ofrohet mbrojtja. Më thonë, nështë individualisht i bjenë që se cili për tyre një mundësi e ka që mu informu, sepse nështë e-mailat i qelin e shohin. Po besoj, na si agjenci ma shumë jem koncentru në komunikim me zyrtarin përgjithës, edhe prej ti kem kërku që aj me bo punën mrena institucionet. Edhe interesi jonë si agjenci është mu forcu këto mekanizma për arsye se ligje e ka përcaktu t'il. Edhe në fund... A do të kërkoni qëto që në qësi forme zyrtarët përgjithës mja dërgu ka një email se cilit pe i punojnësve që me pas ligjin aty, edhe pse mujnë me shkarku ata, po qësë janë të informune, po dojna me informu. Mirë shkon, edhe po besoj zyrtarët përgjithës se kanë bon, shumicën e rasteve kanë bo qëto veprime, sidomos se kanë shpërnda ligjin rregulloren që ato zusin se e përmena. Po tash është edhe që kjo aspekti tjetër. Jo krejtë zyrtarët janë të interesum për këtë aspektin e sinjalizimit. Tash zyrtari përgjithës se bën punën e vetë qaq sa mundet me bo. Jo domosdoshmërisht mundet me nxit njerëzit për arsye se kjo është një zinxhir shumë më i gjatë. Sistemi jonë juridik ka përcaktu sinjalizimin edhe mbrojtjen e sinjalizimit e kalon gjykata. Tash, sa mundet zyrtari përgjithës edhe na si agjenci dhe inspektorati me nxit njerëzit, me bo për me sinjalizu, kur në fund ai ka me u ballafaqu me një proces gjyqësor për mbrojtjen e tina në rast si dështon mbrojtja mbrana institucionit, atëherë na duhet me po edhe në çet aspekt krejt këtë punën e sinjalizimit edhe sa njerëzit mujnë me vepru që drejtim. Shembull i mirë, më shtoj që talë. Shembull i ngritjes kapaciteteve është Akademia Adresisë. Ka disa vite që me projektin Newflex të Këshillit të Europës i trajnon gjyqtarët në mbrojtjen e sinjalizuesve.
edhe për ligjin vendor, edhe për standardet ndërkombëtare. Dhe tashmë janë të paktën 3 raste sinjalizimit përpara gjykatave, dhe do të shohim se si çfarë do të ndodhë me ato raste. Është vërtet që janë procedura të gjata, po ashtu është vërtet që ligji jep përparësi dhe do duhet që këto raste të trajtohen me prioritet në gjykatë. Po veç me përmend që shembull i mirë është Akademia e Drejtësisë, që veç është i përgatitur gjyqtarët qysh me trajtu rastet e sinjalizimit. Fakt për lidhën edhe me fluturën, do thotë personalisht kurrikula që i kanë ndjek deri tash, mënyrën, efikasitetin që ka pas në trajnim Akademia e Drejtësisë, nuk mendoj se do të më kon shembull çush me u bo edhe trajnimet edhe për gjyqtar, edhe për zyrtar, edhe për gjitha tjerat. Blerimi tha që ne nuk mundemi me i nxit. Është vërtet që me nxit nuk mundemi ju thonë njerëzve sinjalizoni diçka. Mirë po do të me u kriju një klim e përshtatshme që ata me pos guximin edhe me sinjalizu. Tash na do të jetojnë në qëtë shoshni edhe na i dim ankesat e vazhdueshme me se cilin kurrina që flet për keqpërdorime, flet për miliona, flet për gjithë shka, mirë po do të thotë rezultatet në sinjalizim na mungojnë. Edhe për këtë arsye e rëndësishme është që edhe pse si nxisëm me u kriju një farë klim e nxitse për sinjalizim, edhe ashtu që një farë forme me na u mundësu që në se cilin institucion na me pos një farë forme nga një inspektor të unin që ko me na tregu edhe ko me na sinjalizu për se cilin rast të keqpërdërimit eventual. Faleminderit Gzim, tash po du pak me nda kohën me studentët cilë po besoj që kanë pyetje për panelistët. Ju lutë na prezantonu edhe shtrën e pyetjen. Mirëmbrëma, jam Metret Regjepi, studenti i gazetarisë viti parë. Do shta me bu një pyetje, më shumë për dokusarin, Kelmendin edhe Gzimin, thanjën hartus ligjit, se i përket ligjit për konfidencialitet, sa i ofron mbrojtje sinjalizuzve, pra në çfarë forme mbron ligji. Kisha me marrë shembull për email, zyrtare, nëse dikush është fjala për institucione publike, nëse dikush mund me pas qasje në emailën e tij, sistem, mund mu zbulu. Pra sa i ofron ligji mbrojtje atyne që i shdash me bo sinjalizimin, që e bojnë zakonisht. Faleminderit. A kena pyetje tjera? Përshëndetje, unë jam Rinesa Gjolli, jam studente e Departamentit Gazetarisë. Pyetja ime është se a ka mekanizma ligjor që i parandalon drejtuesit e institucioneve që në pozitën zyrtarit për trajtimin e rasteve të sinjalizuesme me i vendos njerëz të tyre të besueshëm. Pyetje tjera? Jo. Faleminderit shumë. Atëherë po besoj që ju që keni marrë pjesë edhe në hartim të ligjit, mundi me ju përgjigj pyetjeve. Flutra? Unë po e përgjigj nga pyetjes dytë, pyetja e parë për blerimit. Ideja edhe fryma e ligjit edhe rregullorës është me u zgjedh një person i cili e gëzon nëse kur gjë tjetër besimin e stafit, kolegëve aty. Tash edhe me këto dy, edhe me ligjin edhe me rregullorën, sikur me krejt ligje tjera, është mundësia e keqpërdorimit. Nuk ka ndaj mas që mundet me ndërmarr kundër personi që eventualisht e cakton një person që është i njohur, është më i afërt ose ka bindje të caktuara politike. Edhe nuk ish dasht me pas për shkak se unë besoj që këto mund me balansu me raportimet që bëhen në media. Pra tash kur institucionet e dinë që emra do t'jenë publik, edhe që IKD-ja, emisioni Tempos edhe emisioni tjera kanë me raportu për ata emra, kanë me këshyr pak backgroundin, me pa cilës parti politike i përkasin, ose nëse kanë ndaj lidhje, kanë me qenë shumë më të kujdesshme. Pra fryma e ligjit edhe rregullorës është që duhet me qenë një person që konsiderohet profesional i panshëm e tjera, dhe nëse institucionet e shkelin qatë farë parimi, qatë farë standardi, atëherë janë media që kërkojnë llogari njerëzve që kanë vendosur një gjatë tillë. Zoti Kelmendi, nëse shkruan dikush emaila, qysh kanë muru ato edhe s'kanë mu zbulu? Po, e pom edhe storin cilën e kishit përgatit si vështirësit janë të mëdhaja, kisha me thonë, dhe janë reale dhe serioze. Në momentet kërë janë caktu zyrtarë përgjes, tash për ashtë aspektin e përgatitjes të në profesionale për me trajtu sinjalizimin, që ndërlidhet shumë me obligimet e tëne
të fillu prej pranimit informatës, nuk është veç forma e pranimit elektronike, është edhe personalisht në momentin kur paraqitet sinjalizuesi personalisht, zyrtari i përgjithshëm duhet me përgatit bashkë me to atë deklaratën me marrë pretendimet çka kërkon ligji edhe me nënshkru. Pastaj përmes telefonit po ashtu është një mundësi se e ka leju edhe formave tjera, po besoj se nuk e ka kufizuar aspektin e sinjalizimit. Çështja e rujtjes konfidencialitetit është shumë e ndihshme, sidomos në për institucione të sinjalizimit brendshëm, kisha me thonë, edhe në sektorin publik, kisha me thonë është e theksume, për faktin se struktura ose hapësinat fizike në cilat punojnë zyrtarët përgjithshëm dhe krejt stafi e institucioneve publike është i kufizuar për mendimin tim, në shumicën prej tyre. Hapësinat janë ndahen me shumë persona, nuk ka hapësina se janë ndahme për secilin zyrtar ose të paktën për një pjesë zyrtarëve, janë veç kategori caktuar të zyrtarëve që kanë hapësinat ndahme, edhe në mesin e këtyre që kanë hapësinat ndahme nuk janë krejt zyrtarë të përgjithshëm. Zyrtarët të përgjithshëm për shembull punojnë në zyre me një numër të madh të njerëzve, tash atina i duhet të janisë prej momentit ku ka me prit nëse paraqitet sinjalizuesi personalisht, ku ka me prit sinjalizuesin, në vend tina të punës, apo duhet me gjetë një hapësinë tjetër. Në rast se paraqitet përmes e-mailit, dihet që krejt komunikimi elektronik në sektorin publik është i përcjellur përmes Agjencisë Shtetërore të Informacionit edhe backupi i e-mailave dhe gjithçka është i ruajtur sipas informatave të mia gjithmonë edhe mundet me pas çështje, po kjo është rregulluar me ligj dhe çështja në to është veprimet kundërlehtëshme edhe që mundet me pasu masanena me ndjekjet personave të cilët kanë keqpërdorur ato ose diçka të tillë. Aspekti elektronik pra besoj është më i sigurt në çdo raste ku zyrtari i përgjithshëm nuk ka hapësinë të vendit punës adekuate për asnjë me i pranu sinjalizimet. Aspekt tjetër tash janë këto shumë specifikat punës, po ndërlidhet me evidentimin e rastit, në momentin kur raportohet ose sinjalizohet qysh ka mu evidentu qaj rast, ku kanë mu mojë qata regjistra, a duhet me pas një protokoll, a duhet me pas një protokoll të veçantë, apo duhet në protokollin kryesor të institucionit. Pastaj është aspekti ku kanë murujt dosjet fizike, që ka mu bo komunikime për sigurim të dokumentacionit, informacionit. Krejt kjo është, si me thonë, një problematik në vete, që po besoj hala nuk ka gjetë një përgjigje adekuate si kisha mujt me dhonë që tash si konfidencialiteti është i garantuar dhe në secilin rast nuk ka problem. Problemet janë prej natyrave të ndryshme edhe aspekti konfidencialitetit po besoj që duhet me punu hala në këtë drejtim. Të meta pak bërqas për çështjen e trajnimeve, në plan punës për si vjetë e kemë ndërmarrë një hapë dhe e kemë përfshi edhe këtë aspektet e fushatave disuese ku përfshin edhe qëto komunikimet edhe në aspekt zbatimit ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, po besoj që gjatë këtij vitit edhe vitet në vijim kemë pas një çështje më proaktive, si kemë më marrë më shumë me zyrtar përgjithë, se kemë pas që është nevojë e domosdoshme edhe po besoj edhe në këtë aspekt kemë përmbush. Po, ta pyesim gëzimin që monitoron këtë zbatim të ligjit bashkë me kolegët e tjerë hulumtues, çfarë rekomandimesh keni pas gëzim dhe çfarë roli duhet me pas këtë rast edhe agjencia edhe inspektorati i punës që mi dhon jetë zbatimit të këtij ligji. Çka presim thjesht pak më shumë për këtyre institucioneve që me pas informim, po edhe me pas monitorim edhe me pas masanin ndëshkim në rastet kur nuk përmbushin obligimet që i kanë me ligj. Njëna prej standardeve ndërkombëtare të përcaktuara me Konventin e Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit si mos shumë efektive është vlerësimi periodik i legjislacionit antikorrupsion. Në rastin konkret, do thotë, inspektorati dhe agjencia duhet me definu saktë se cila duhet me kon politika shtetërore për me rrit efektivitetin e sinjalizimit. Në rastin konkret, do thotë, fatkeqësisht tash jena në vitin 2022 dhe ne ende po flasim për zyrtar për sinjalizues për njoftim të stafit dhe ende nuk e kemi gëzuar ato rezultatet e këtij ligjit.
kërkohet fillimisht, e përmendi Flutra vazhdimisht që kërkohet përkrohje buxhetore. Mirë po, do thot, duhet fillimisht Agjencia kundër korrupsion dhe Inspektorati i Punës me definu sakt se cilat veprime duhet me ndërmarr dhe cila është kosto buxhetore që kërkohet për këto veprime. Do thot, nuk mundemi ndoshta veç me thonë ne i kena përmbush ato aspektet formale, tek ja kena bu gjithkun, mirë po prapë se prapë do të po stagnojmë këto dhe po presim çka po vjen. Duhet me kuptu sakt që ndërtimi një sistemi të mirë fill dhe funksionimi një sistemi sinjalizimi ta mundëson që nëse cilën institucion me pas ka një inspektor antikorrupsion, që ai komiti raportu të gjitha shkeljet. Edhe për këtë arsye do thot definitivisht do të me pas një politik gjithë përfshirëse ndërinstitucionale shumë proaktive në drejtim të fuqizimit të këtij mekanizmi, duke e pas parasysh që investimi në sinjalizim nuk është paro e humbur dhe që në rastin konkret do thot edhe agjencia edhe inspektorati duhet me pas një monitorim të vazhdueshëm mbi të gjitha aspektet dhe të gjitha politikat që ndjeken në sektor privat dhe në sektor publik. Na mundemi me thonë vullneti Ministrisë së Drejtësisë. Po Ministria e Drejtësisë nuk e din se çka ndodh me sinjalizim. Ministria e Drejtësisë e kupton këto çka ndodh. Pe këtij emisioni çka ndodh për sinjalizim, për shkak se nuk ka mandat ligjor me i mbikëqyr këto institucione. Do thot për këtë arsye, përgjegjësia për efikasitetin e këtij ligji definitivisht se bie në Agjencinë kundër korrupsion për sektorin publik dhe për sektorin privat në Inspektoratin e Punës, të cilët duhet të zhvillojnë dhe të kërkojnë përkrahje për zhvillimin e politikave që kanë bënë me sinjalizimin. Zoti Millaku, tash të ndërlidh me krejt këtë që tha Gëzimi, çfarë hapash keni me ndërmarr ju si Inspektorati i Punës, ndoshta sonte jo se bëhet vonë, po pej nesër kur të shkoni në punë, që ky ligj thjesht mu jetësu edhe mu zbatu që punëtor në sektorin privat mja nis me sinjalizu për shkeljet e shumë të cilat ndodhin, e cilat ma shumë raportohen të ne se sa që raportohen për brenda institucioneve në këtë rast bizneseve private, që shë mundësën ligji, vinë të na, dhe me thonë, shkojnë me njerë në një shkallë tjetër, pa i shfrytzu këto mekanizmat brenda që shë mundësën ligji. Çka keni me bo? Fillimisht, do të pas parasysh që Inspektorati i Punës mbikëqyr realizimin e drejtave sociale. Tu i marrë prej themelimit marrëdhënies punës e drejta mbrojtja e jetës së punëtorit në vend punës. Përveç kësaj tash, ne duhet t'i sensibilizojmë, gjithsesi duhet t'i njoftojmë inspektorët e punës fillimisht për të mirat që sjell ky ligj, për avantazhet që i ka ligji dhe këto të mirat përmes inspektorit të punës të transmetohen te punëdhënësit që ata ta kuptojnë drejt edhe sakt që një person përgjegjës për sinjalizim është në të mirë në tyre, është në dobi në tyre, nuk është asë në dobi në tyre. Dhe definitivisht, nëse kështu mërrim me të plasu të punëdhënësit, kur e shohin dobin për zbatimit të ligji, vetëm atëherë do e jetësojnë që për ndryshe, ne përmendëm këtu që shpesh nuk kanë guximin me kallëzu që s'ka kontroll punë, ose me realizimin e drejtë themelore që i takon nuk ka guximin me kallëzu që po rrezikohet me jetë. Nashta me pas personin përgjegjës që mujnë me sinjalizu e marrin guximin, nashta i besojnë atij dhe janë nishin kallëzojnë. Pikërisht për këto, po them që duhet të marrim hapat vendimtar që inspektorët, fillimisht inspektorët ta kuptojnë peshën e një personi përgjegjës të tillë dhe këtë ta transmetojnë te punëdhënësit, ashtu që punëdhënësit ta kuptojnë saktë dhe drejt të mirën që sjell një person i tillë përgjegjës. Gjithsesi përmes këtij personi përgjegjës të motivohen shtesë punëtorët për punë të sigurt dhe tani vetëm lirshëm që dikush po sinjalizon për diçka jo të mirë përbrenda subjektit tyre. Pra, nesër në punë, cila është detyra e parë që keni me bë për me nis implementimin e këtij ligji? Fillimisht do të hartojmë një projekt, një mini projekt përbrenda që inspektorët ti trajnojmë gjithsesi të sigurojmë trajnime adekuate për inspektorët. E pastaj përmes inspektorëve të përcjellim në A keni farë ideje mrana sa kohë rrini me përfundu krejt? Tani për tani ne do të kërkojmë spori kush janë ata që mujnë me dhonë trajnime, se nuk kemi njëri lidhur me këtë. Trajnera i keni në studio? Po më gjep mirë që tash po njihem, edhe besoj që ta nuk kanë me përjtu me dhonë kontributin e vetë në ngritjen e kapaciteteve të inspektoratit punës, që ashtu që inspektorat e punës pastaj me
mundësit e veta, me aftësit e veta të zgjerojnë komunikimin me gjithë punëdhënësit që kanë obligim të. Veç me shtu që është shumë rëndë si ju si inspektorat me punu me odat. Ndonë se nuk e keni shumë let, e di gjatë draftimit të ligjit ka pas ftesa për odën ekonomike të Kosovës, po s'ka shprej as pak interesim me qenë pjesë e grupit punus, po ka oda tjera cilat janë shumë ma bashkëpunuse, e besoj që është mirë që me bashkëpunu edhe me to, sepse ato munden me ndimu, kanë interes me fuqizu që ato bizneset e veta, edhe kur i din që eventualisht munden me u denu me gjobë ato biznese, besoj që odat munden me lutë rol konstruktiv. Pajtojmë plotësisht me këto, besoj që edhe në Këshillin Ekonomik-Social, në zhvillimet e bisedave në 3 partit, të arrijmë një rezultat shtesë përmes atyre se secili prej tyre mund me përcjell si dhonë dobinë e përcaktimit të këtyre personave përgjegjës. Zoti Kelmendi, i përmendit veç disa prej hapave që do t'i ndërmerrni. Ma konkretisht në ai periudhë kohore kur veç pritet me pas përfundim të këtyre hapave? Është fati mirë sa i përket zbatimit ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, deri tash kemi input madh, qoftë nga aspekti i sinjalizimit brendshëm, sinjalizimit jashtëm që e bojmë vetë, edhe aspektet të inicimit procedura o kundërvajtjes, që kanë rrjedh procedurat e kundërvajtjes për ata që nuk i kanë përmbush obligimet që kanë dalë për këtij ligji. Pastaj ka analizat ndryshme që janë bërë prej shoqërisë civile, ka punë shumë të mirë që është bërë nga ana shoqërisë civile, edhe mediat kanë kontribuar, edhe mediat në këtë drejtim, edhe ky emision sonte i kontribuon shumë që është me thonë aspektit zbatimit të ligjit, e kem në input shumë të mirë. është bo edhe në vlerësim e përmeni prej rajt, është bo vlerësim i ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve, edhe aty kanë dalë do rekomandime. Na aktualisht jem të i përgatit raportin vjetor për vitin e kaluar për cilën e paraqesim Kuvend, edhe keme dalë me rekomandime tona, për krejt këti inputit që akim mujt me mbledh, qoftë për zyrtarëve përgjithëse se ceka edhe prej akterëve tjerë, edhe me dalë me rekomandime konkrete për Kuvendin e Kosovës që me kontribu edhe ma mirë në zbatimin e këtij ligji. Kjo është fillimisht që keme bo deri në fund marsit, kur e keme obligim e dorëzu raportin vjetor të punës. Pastaj kemu fokusu në aspektin me këqyr me i kapin kur kanë më fillu trajnimet, edhe zhvillimi kurikules edhe trajnimet për zyrtarët përgjithës. Paralel, keme punu me zhvillu një kurikull tonën si Agjenci kundër korrupsionit, me ofru zyrtarëve përgjithës fillimisht në sektorin publik. Po ashtu po besoj tash nuk mëj me folë shumë për arsye se e ceka udhëheci institucionit sa është emnu në detyrë, po besoj që edhe me inspektoratin e punës keme qenë dispozicion tëne që krejt që të punë që e kem bona si fillestar në këtë drejtim, me mujt me au plasu ose me au përcil këtëne që edhe sektori privat për arsye se sektori publik edhe sektori privat në aspekt edhe të luftimit korrupsionit edhe në aspekt tjetër duhet me qenë të njëjtin nivel. Nëse kem sektorin privat në nivel shumë tëllët atërë në sektorin publik shtirë është me mujt me bo punë të mira. Duhet paralel me zhvillu dyja që me mujt me pas rezultate konkrete në këtë drejtim. Po besoj që to janë për këtë vetë, po ashtu mundet me pas edhe çështje tjera, cilat po besoj me udhëhecin e institucionit keme pas rastin edhe me juve edhe me tjerë. Shëshër ma në fund që u bo udhëheci institucionit, se pa udhëhecin institucionit keni me të keq edhe nuk lëvizshin në zbatim të obligimeve ligjore. Flutura, një prej problemeve që e përmendi edhe zyrtarja për sinjalizim në storje, e që në fakt po më intereson një mendim i juaj është se si detyrë shtesë, a duhet që këta persona t'jenë zyrtarë të një detyre të caktuar dhe që këtë përgjithësi ta kenë shtesë, apo do duhet që të konsiderojnë të ardhmen që kjo pozit t'jetë e veçantë pra dhe t'jetë përgjithësit e plota zyrtari që merret veç me këtë detyrë? Ma kështë e bo që të pyetje pa qenë pjesë e grupit punus, përgjigja kishme qenë shumë e shkurt me thonë pa tjetër duhet një zyrtar vetëm për sinjalizim, një zyrtar vetëm për qasjen dokumente publike. Gjatë punës në grup punus u bo e qarë që si pjesë e reformës në administratë publike është e pamundur me shtu numrin e punëtorëve.
edhe argumentet kanë qenë shumë të mira. Që duhet me hek alo ma shumë. Duhet me hek prej administratës publike për shkak buxhetit e tjera. Dhe na në fund të patëm pajtu si grup punues që në rregull është, mjafton me i bë disa kushte bazike për këta zyrtar. Edhe normalisht kreqa kërkohet është me pas një lloj mirëkuptimi nga mbikëqyrësi i atij personi, në këtë rast për shembull me zonjën Mirlinda, është mirë me liru, ndonse jo zyrtarisht prej disa punëve më të mëdha, në mënyrë që me jap hapësirë kohore me u marrë me sinjalizim. Pra, është e padrejtë për mua dhe pas sinqert me thonë duhet me pas zyrtar të veçantë sepse e di që nuk është teknikisht e mundur dhe praktikisht, po vetëm me pas një farë mirëkuptimi që kjo punë kërkon e shumë angazhim, edhe është punë sensitive, e jashtëzakonshme. Sinjalizues nuk janë njerëz që shkojnë të kesh e të buhajgare, raportojnë për një parregullsi. Jo njerëz që përjetojnë ankth të jashtëzakonshëm, jo njerëz që shpesh ndoshta edhe kojnë edhe ndojnë hallin edhe stresin e tyre me zyrtarët përgjegjës, kështu që kërkohet që me pas një lloj mirëkuptimi për gjithë ata persona që merren me trajtimin e sinjalizimeve. Gëzim selamet shumë tha kjo zyrtarja që pranon. Këto selamet nuk kemë bashkë të hishme kështu, sepse kenë si mesazhe kërcënuese. Në fakt, sa është sfiduese edhe ky ligj sa i mbron si sinjalizues si ata që kanë me u marrë me trajtimin e rasteve të sinjalizuesve. Në fakt, poza ligjore tek ne në Kosovë plotësohet edhe me faktin që ne hakmarrjen ndaj sinjalizuesve e kemi si vepër penale. Do me thonë e ka një garancion të mirë? Definitivisht po, është e jashtëzakonshme, definitivisht po flasim për ligj në letër, që zbatohet për një sistemi prokurorial që konsiderohet letë indikuar nga politika, sidoqoftë. Ajo është tim tjetër. Mirë po, definitivisht po, atyre ju referova në fakt. Dhe që në rastin konkret do thotë kur ka indikacione të kësaj natyre. Kemi pasur raste praktike për cilat si institut kemi reagu dhe që kemi bërë thirrje prokurorit të shtetit me reagu në këto raste ndaj personave që kanë ndërmarrë veprime hakmarrëse në raport me personat cilët kanë sinjalizuar. E që definitivisht nuk duhet në secilin rast me prit deri tek sulmet fizike. Mirë po edhe këto selamet nëse mund të konsiderohen si kanusje, si veprime të dëmshme, diçka të kësaj natyre, definitivisht se suportin e vetë do të më dhënë prokurori i shtetit në mënyrë që mu bëhet qartë që një person nuk mundet askush me i bëu kurrë për faktin që ai thjesht ka sinjalizuar diçka për një parregullsi të caktuar. Flutura s'kena ku. Shumë shkurt. Hajde 5 sekonda. Ndaj sinjalizuesit nuk guxon as procedurë disiplinore, as penale me u fillu, dhe nëse dikush i ngus sinjalizues përfundon në burg. Kështu i kemi ndal, i kemi mbrojtur sinjalizues edhe në PTK, edhe në dogan të cilët i kanë nënshtruar presionin të jashtëzakonshëm. Hala më shumë kishin shku sikur të kishin pas më shumë prokuror. Faleminderit gjithëve për kohën dhe kontributin që dhat në këtë emision. Shikues nderuar, Kosova vërtet e ka një ligj për mbrojtjen e sinjalizuesve, i cili jo vetëm që lavdërohet, por këtë lavdërim duhet ta vazhdojmë tutje duke sfiduar zbatimin e tij në praktik. Sinjalizoni kushdo që keni raste të shkeljeve të ndryshme, të korrupsionit, sepse ky ligj ju mundson mbrojtje të plot. Pra, kushdo që ju nguc, ky ligj ju ofron garancion që askush mos t'ju hakmerret juve. Gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempus@koha.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.